Evi Kokelari, aktivistja shqiptaro-amerikane, një prej kritikeve më të forta të kreut demokrat Sali Berisha, përmes një postimi në rrjetet sociale, i ka dërguar një mesazh të prerë duke paralajmëruar se mbështetja e Donald Trumpit s'ka nevojë të blihet. Kokelari shpreh se lufta për liri fillon me pastrimin e Partisë Demokratike. Në vijim, aktivistja thekson se kjo është e vetmja mënyrë për një fitore të pastër dhe masive ndaj Edi Ramës. Lufta për liri fillon me pastrimin e Partisë Demokratike. Mbështetja e Trumpit s'ka nevojë të blihet. Fondet legale duhen shpenzuar vetëm për kandidatët e PD-s në të gjitha zonat elektorale. Kjo është e vetmja mënyrë për një fitore të pastër dhe masive ndaj Edi Ramës, shkruan Kokelari. Ndërkohë edhe pak ditë më parë, aktivistja Evi Kokelari i drejtoi një thirrje kreut demokrat Sali Berisha, por edhe sekretarit përgjithshëm të PD-s Flamur Noka, që të bëjmë publike kontratën me Chrysler Civita, strategun amerikan që ka marrë përsipër bashkë me ekipin e tij, të drejtoi fushatën e koalicionit Alianca Shqipëria Madhështore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në një postim në rrjetet sociale, Kokelari referuar kontratës tashmë të bërë publike të lobimit me vlerë $6 milion, pyet Berishën se sa është vlera e kontratës me La Civitan dhe Manfort. Është një 6 milionësh tjetër, 10 milion? Çfarë do qoftë shuma, votuesi duhet ta di përpara 11 majit, thot Kokelari. Publikoni kontratën që firmosët më datë 10 shkurt, për 2 javë janë zgjedhjet, bollgënjyet që doni të bëni transparencë, përfundon në reagimin aktivistja shqiptaro-amerikane.